shef të kamerave, ulen të pak, sepse të duket. Dhe nuk ta ka përmendur njeri për të ullur. Ti kërkon me zi për e të vini vajzere, dhe e komenton në mënyrën se si ajo pari. Shtu antagonizmi dhe feminizmi të të loj. Të të vejtoj, e ke parë me mua, po e parë me një femër tjetër tani. Ky është protagonizmi dhe feminizmi yt në të loj. Bravo. Nuk e ngjy mjaftueshëm sot vazhdo ngjy. Shkona u ich luneshme. Shpejt! Ka than lideri tan kola. Çfarë shpejt? Si vjen turpi drejton një femër ashtu. Ti feministja e madhe. Po ty do të më të ardhur për fjalë që mi ke thënë mua. Atë kujton fjalë që mi ke thënë. Tu mi thua ke pas gjysmën se nuk do më fol. Gjysmën e ke pas fjalë. Ke pas xhaketë lëkurë e di. Edhe e kishe tu xhaketën e lëkurës më the mua. Duke që po të tash ule pak se je. E kupton dhe nuk të ka komentuar njeri për ta. Vishu si të duash mi motor. Se karakteri nuk duket e veshja. Mirë, në rregull, nuk e komentova veshjen. Shive si po rrin gjithë, shive si po rrin gjithë, shive si po rrin gjithë, e ti njërë të t'jeshe fundit, se e ajo që nuk të shpi vishësh këshu. Dhe prap jemi femra, nuk kemi se komentojmë njëra tjetër, për mënyrën se si vishemi dhe se si rrim. Por e rëndësishme është ajo që nxjerrim nga goja dhe ajo që tregojmë në të shtëpi. Do të thonë lumi që nxjerrim nga goja, po ti s'ke bën një bisedë me atë gocën, ti nuk e njeh atë. Ti nuk e njeh atë. Ti nuk e njeh atë, dhe tani tenton ta ulësh. Kjo tregon për ty. Unë nuk e njoh nga jashtë, por kam bërë mjaftueshëm biseda me të për ta njohur. Bën shumë se ti ponjer, kjo është e sigurt. A ngjyve mjaftueshëm, a do më ngjy ala? Hajde ngjy edhe ti, hajde se sot s'pas ke ngjy mjaftueshëm, do më ngjy te situatat, hajde ngjy këtu. Ti po më tregon mu, ti mu nuk mundesh me mu Lojina, se ti gojën tonë ti veç ke tregu me mu, sa ja po shansin me tregu prap. Jo, realisht, nëse është një gjë që nuk e duroj dot në të shtëpi, është hipokrizia. Nëse është një gjë që nuk e toleroj dot, nuk e duroj dot, edhe të dua unë të rri, në gjumtje, nuk e duroj dot, është hipokrizia e njerëzve. Sidomos e një femre ndaj një femre. Është e shëmtuar, po bëni një debat. Kishit ato temën tuaj, ti shkon edhe për ta ulur atë femrën, i tregon mënyrën se si ajo po rri. E kupton? Ja, kjo je ti Brigena. Kjo je ti. Ky është feminizmi yt, okay? E ke treguar la gjithë qëndrimit të ndu dhe do vazhdosh ta bësh. Do vazhdosh ta bësh dhe më beso. Unë do jem tu vetëm për të ta treguar. Se ke dashur të gjitha bësh edhe me mua. Fytyrës time ti nuk ja afrohesh, o Brigena. Fytyrës time ti nuk ja afrohesh, është e vërtet. Është e vërtet, gjë që ty të mungon. Ty të mungon, sinqeriteti është virtyt. Ti nuk e ke këtë virtyt e dashur. Sinqeriteti është virtyt, ty të mungon. Ty të mungon. Që do me thonë matë flise ashtë nuk ka. Ty të mungon. Ti vetëm të shash, të ofendosh, të ullësh një femër tjetër dhe të ngresh vetën tënde për të ullur atë femër tjetër. Sepse kështu tregon ti nivelin tënd duke bërë krahasime. Unë në asnjë moment nuk të kam ofenduar apo fyer, përveç se kam dhënë mendimin tim.